Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Transmetohet në librat e historisë islame se Sulejmani a.s. po shikonte një herë aty në natyrë, edhe pas se si një milingon e morë një kokër gruri, edhe po ngjitej për të dërguar te shtëpia e vet. Në ato momente erdhi një bretkos, e kapi milingonën bashkë me atë kokër gruri, edhe hyri në det. U mundu ta përcjellte, pastaj e pyeti Allahun xhaleshanu, i tha: Zot, më trego për ngjarjen e kësaj bretkose dhe tërë këtij procesi. Allahu xhaleshanu i tregoi, tha: në thellësitë atij deti është një kremb i verbër, mrena një shkëmbi, pra mrena aty poshtë, i cili nuk ka mundësi me u shqyvet, pra është i verbër dhe nuk lëviz. Unë ja ku mundësu këti krimbi që përmes kësaj bretkose të ushqehet. Pra, tregimi u habit Sulejmani a.s. se si Zoti xhaleshanu ja ka qur riskun edhe krimbit në thellësitë detit, mrena shkëmbit, edhe pse ishte i verbër, Zoti ka qur sebebe. Ky tregim të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, nëse ne me kuptu diçka, duhet na bind neve se risku është në dorën e Zotit. Furnizimi nuk është çështje e jona, por është çështje e Zotit. Na gjithsesi duhet jemi të bindur se risku është caktim nga Allahu. Prandaj kjo është ajo përgjigja e një pyetjes të cilën dëgjojmë shumë pyetje prej shumë njerëzve që thonë: Hoxh, interesant, filani kërkasë ishin krye, në anën tjetër Zoti kishte shumë pasuni bereqet. Dhe na shohim disa njerëz që kanë shumë pasuni, kur ti sheti nuk di as muhabet me ba, sepse risku është diçka tjetër. Risku është caktimi i Zotit. Sikurse gëzimi, hidhrimi, pamja, jeta gjatë, jeta e shkurt, smundjet, shëndeti janë risk i Zotit, çashtu është edhe pasuria. Andaj, çka duhet kuptojmë tjetër për kësaj? Allahu i lartësuar, aty ku sta mërmenja ta çon riskun. Atëherë kur sebepet, shkaqet nuk janë favorin tënë, edhe atëherë mund me ta çu riskun. Shiko, një kremb i verbër në thellësitë detit, mrena shkëmbit, Zoti e ka çu një sebep. Edhe sebepi që parimisht ai sebep nuk është në favorin e krimbit, pra se bretkosa han krimbin. Por ja që Allahu xhaleshanu kalon bashkë pi çati që sta mërmenje, ka herë ty të qilën rrugët e riskut që aty ku se pret. Ku se pret. Pra përveç Zoti xhaleshanu që ka riskun dorë dhe të dërgon, edhe sebepet ai ti çon edhe ti leton. A duhet me u angazhu? Po, duhet mu angazhu. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Ju në qelë e keni riskun e juj. Ky rregull që risku është në qelë të jep me kuptu se ti nuk duhesh me u friksu, as me u mundu, po ma marr tjetri, po ma marr ky riskun. Jo, riskun s'ta marr kërkush, se risku është te Zoti në qelë. O ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Po ashtu ka thonë Zoti në Kur'an, nuk ka krijesë në fytyrë të tokës, gjallësë e cila ekziston, është e gjallë, hala merr frymë, vetë se riskun e ka marrë Zoti, riskun e saj përsipër. Pra risku është furnizimi, mos keq kuptohemi me këtë fjalë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e saktë që shënon Imam Buhariu ka thënë: sikur të mbështeteshit tek Zoti ashtu si i takon atij, do t'ju furnizonte siç e furnizon zogun i cili del në mëngjes i uritur me gushën thatë, pastaj kthehet në mbrëmje me gjoksin e mbushur moshe. Pra nuk ka të bëj risku me mençurinë tane, me aftësinë tane, me kuj diçka. Po, këto janë sebepe, por asesi mos mendo se ti ai i Zoti, ti ai i forti, ti ai që po e bjen riskun vet. Nëse ty në vetë janë qef deri në këtë pikë, ndije se këtu ke fillu me rshit, me mendu se riskun ti e fiton. Me mendu se riskun t'ja merr Zotit me zar, stakfirullah. Jo, sebepet halal merri. Por asesi
mos mendo që është aftësia jotja. Allahu xhalla shanuhu e ka riskun të ndorë. Nëse arrin me bind veten në qëtë bot kuptim të riskut, ti ki më konë shumë rahat. Po, nuk ki më u bo dëmbel, kimi marë sebepët, po s'ki më u bo horë. Nuk ki më u bo horë as para Zotit, as para njerëzve. Nuk ki më nënshtru para as kujt, as ki më friksu për kërkujt, as nuk ki me mendu se filani dhe fistiku e ka riskun tënd në dorën e vetë. Absolut jo. Jeto me këtë bindje, do t'jeto i qetë, dhe gjithsesi do t'vijë risku atë sa të ka shkru Zoti. Risku edhe vdekja e ndjekin njerën mas. Është interesant, vdekja godet veç një herë, kurse risku e godet shpesh herë. Lypeni riskun halal, vetëm nga Zoti, i cili e ka përcaktuar për juve lart në qiell.